Tani vim tek ato që ti me të drejtë e the e majta dhe e djatha. Po marr fshatin. Të dy partit janë prezente në fshat. Çdo të thotë e djathtë në fshat. Në kuptimin e zhvillimit, në kuptimin e ndarjes klasore, se thashë kemi e majta e djatha është ndarje klasore. Në momentin kur ke një program zhvillimi i cili industrializon bujqësinë, nga ky moment themi që kemi një grupim progresist, po i them, nuk po i them as majta as djathtë në këtë moment. Dhe kur këtë industrializim fillon e përqendron në duar të fuqishme, që mund të quajmë dhe oligarkë i fshatit, nga ky moment jemi në politikë djathtë. Më thonë, cilën prej tyre kemi parë sot në Shqipëri? Asnjërin. Atëherë si mund të them unë Partisë Demokratike të Sali Berishës të djathtë, kur vete të fshatari dhe thotë do të ngre pensionin. Tani quhet i djathtë? Jo pa qëllim ta bona pyetjen beni. Jo pa qëllim e di ta bona pyetjen për në qoftë se Sali Berisha do të më dilte me skemën, zotëri, problemi jot në fshat është ti punon, ti prodhon. Çështja është i prodhimit që ti bën. Do të kalojnë treg. Cili është mekanizmi që shteti prodhimin do të kalojnë treg? Me ç'mekanizëm? Mekanizëm që ta lehtësoj fshatarin nga kjo barë që është jo i vogël për fshatarin. Si do t'ja garantosh fshatarit shitjen e produktit? Pra fshatari jonë është punëtor, fshatari jonë prodhon. I vetmi problem që ka fshatari, jo keni pa shpeshherë, është tregu i tij. Atëherë çfarë mekanizmi zhvillimit do të përdorësh ti? Pikat e grumbullimit, pikat e përpunimit. Tjetër që është shumë serioze dhe kjo është një nga më të rëndësishmet. Si redhim politikave të 97-s, 92-97-s, cilët në momenti quhenin të rastishme, por më vonë filluam tani të kuptonin çfarë po ndodhte ishte politikë. Toka u nda 300 metër, 500 metër, 700 metër. Si mund pretendosh ti të bësh industri bujqësore me toka 300 metër, ku vetëm punimi i saj edhe i mekanizuar është kosto, e vërtet e bën bota edhe kostën në ullët në bujqësi, por ka sipërfaqe shumë të mëdha, ku kosto e përpunimit është shumë e ullët, dhe që ka ky moment, do ta subvencionoj, thotë, këtë subvencionoj zotëri. A e kuptoni që gjithë fshatarin ti e ke në maksimumin 1 hektar tokë, gjithë fshatin, ku sasia e fshatarëve, edhe sikur duhesh ta subvencionon, nuk prodhon gjë. Subvencionohen sipërmarrje bujqësore, të cilat kanë rendimentin konkurrues. E dëgjuat ndonjëherë të fliste dikush për këtë gjë? Këto quhen projekte zhvillimi. I pato, po qëndrojt e Partia Demokratike që është e djathtë në këtë rast, meqense po flasim për djathtën. Jo, nuk ta bëra pa qëllim bene unë. Por çfarë më ndodh tani? Tani po më ndodh që këto politika i bën Rama. Pikërisht kjo ishte arsyeja që të pyeta. Këtu vim te koncepti që ndarja klasore që përbën bazën ta shujtur zëmjathë djathtë në Shqipëri është pjesa e asaj strategjie të goditjes së funksionimit demokracisë në Shqipëri. Është pjesa e asaj strategjie. A do ecim në këtë rrugë? Koha do filloj të seleksionojë gjërat. Dhe për të vërtetës i ka seleksionuar gjërat.